فضيل بن عياض الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Thani fjalë të rëndësishme shumë. Fudejl ibn Iyad ky pitparëve atje. Tha o ju njerëz, a dini çka do të thonë me përgoju njerëz? Kjo i bjen që ti nëse miresh me përgojimin e njerëzve, përgojimi që kë ti fshin, ti djeg, ti shkroman veprat e tua qashtu shpejt, që shi shkroman zjarri i fort, drumt e thata edhe të terura. Që ka të shpejt, gjduken veprat e tua, dhe dorit, bili henez edhe ma të madhe, e po Hasan el Basriu, i shok dhe pejgambit, prej njerëzve që është lull e kësoj dënjas, prej njerëzve që njerëzit e kanë referencë të këshilla dhe të mira të arta prej ti që na vinë, Hasan el Basriu kë, a din qka, tha një ditë prej ditëve, tha ju njerëz, kuntu aran el ghibete, tufsidu tis'ate e ashari din, veç e somon e men. Tha kë tabiin, general për cilën pejgamberi ka lavdru, me shpalljen nga ana e Zotit që janë njerëzit më të mirë. Kjo është për tyne. Tha, o ju njerëz, nëse e merrni fenë tuaj, ju e ndani në 10 pjesë. Tu ban e krejt, shpërblimin e namazit, e shpërblimin e zakatit, e shpërblimin e agjerimit, e shpërblimin e të mirave, e sadakas, e buzëqeshjes, e fjalëve, ketët, tu bani, tha, ndani në 10 pjesë. A di çka tha Hasan el Basriu? Wallahi tha, unë kam i'tikadin, unë kam bindjen që prej 10-ve që ka ndojt fejnë krejt, 9 prej tyre ti ka zhduk përgojimi. 9 prej tyre ti ka zhduk, ta ka lovish një. Krejt ato shka ke hekit të munume me bo asene, ti zhduk përgojimi që ka ti mirësh me të tjerë.